Pas përfundimit të asfaltimit të rrugëve të brendshme të fshatit Kolanec, Bashkia e Maliqit ka nisur ndërhyrjen me të ardhurat e veta për rikonstruksionin e aksit Kolanec-Maliq. Aktualisht është duke u kryer zgjerimi dhe nivelimi i rrugës, e cila ka një gjatësi prej 3 kilometrash, ndërsa pjesë e punimeve janë edhe muret mbajtës si dhe kanalet ansor për kullimin e ujrave. Sapo kemi përfunduar asfaltimin e pothuajse gjithë rrugëve kryesore të fshatit Kolanec dhe sot që flasim ka startuar projekti i fazës të parë për asfaltimin e rrugës hyrëse në fshat që lidh Kolanecin me rrugën kryesore nacionale Maliq-Gramsh. Është një investim me të ardhurat e Bashkisë Maliq, shkon rreth 90 milion lekë të vjetër. Për banorët ky është një investim që duhet ishte bërë më parë, por gjithsesi ata e mirëpresin asfaltimin e rrugës, duke u shprehur se do i shërbejë edhe turizmit, pasi për shkak të natyrës së mrekullueshme, fshati ka nisur të vizitohet edhe nga turistët e huaj. Kjo rrugë është bërë 179 kur është bërë rezervuari edhe kishte mundësi që të bëheshin përpara, se ishte rregulluar, pak punë donte. Tash e vlen për ata që do vinë, turistat. Çeka vinë sipër nga rezervuari, shumë do. Me rrugën e re që do bëhet, do shtohen ndoshta. Shpresojmë. Me shtrimin e kësaj rruge, Bashkia e Maliqit synon ta kthejë Kolanecin në një destinacion të turizmit gjithvjetor.